mos ke qenë i zënë. Qa thua, s'ka si gjë, qa thua? Tani mirë mos të marrë shumë kohë. Të marrë sepse më ka ndodhur një problem teknik shumë i madh. Për një sekond, vetëm për një sekond të marrë, për një sekond. Okej, në rregull. Vetëm një sekond, për një sekond marrë. Mirë, hajde. Ola Le. Ola Le, ndjes. Jo, më fal ti mua se di që të shqetësoj. Jo, ore, s'ma s'ka gjë. Tani. Më the, problem teknik? Po, një problem teknik madhor. Tani, unë vjet kam qenë në Itali dhe kam firmosur një kontratë në Milano nga këto menaxher që kam pasur këto që i kam pas italian. Këto tani më shkruajtën mua në mbrëm, më çuan një email se te kontrata që kam pasur, ato më kishin shkruar që unë nuk do të publikoja asnjë këngë me asnjëri tjetër. Dhe më thonë që duhet ta zgjidhim këtë gjën bashkë. Okej, po ne s'kemi si me zgjidh bashkë, ta zgjidhen dhe ti them avokatit se ku marrësh nga ligjet. Ti them avokatit çaj letrat ato, flasi edhe krijimi se kështu ku marr vesh shumë. Ai më kishte shkruar që duhet ta fshini ju ose e fshim ne. Se s'bëm domethënë nga të gjitha rrjetet, nga kjo kontrata. Po nuk ka problem, po flasim atë ndroj komplet nga aty në YouTube, siç është, dhe ndroj e bëj me Pit Zonin, unë e heq imazhin si me thon ku jeti, po nuk ndroj e bëj me Pit Zonin. Dhe e heq imazhin. Nuk hiqet, domethënë ka një mizidje kënga që e bëj platformat Acromaxit. Kupton? Mos u streso për këtë pjesë, nuk ka asnjë lloj. Po streso ose ti tani po thua ta mbaj këngën unë, po unë prapë mos dal. E po shikoj tash çfarë, tani ku e di unë të kontratën tënde. Por gjithsesi, ta thash këto janë po them unitet e mia, më kupton se nuk është se i njoh ligjet apo kontratën që ti ke firmos, po gjithsesi ti thjesht ma kalo mua të numrin e atyre, ose do me thuaj atyre me këtë duhet flasi ai që ka të drejta, sepse unë s'kam drejta për këtë pjesë, kupton? Se ti, nuk e di po zotin çfarë thon. Dhe unë se di pse ti janë drejtu ty, se ato si rregull kush të drejtojnë ty. Po më janë drejtuar mua pra nga që ka dalë emri im, kanë dalur aty, domethënë kanë bërë këngë, ato kanë thënë nuk do bësh këngë me asnjë përveç këngëve që dalin nga studio jon. Dhe emri im duhet jetë vetëm në këngët atyre, se unë vjet vetëm melodinë kam kënduar edhe s'kam bërë këngë tjetër, vetëm kjo që bëm bashkë. Edhe më kishin shkruar mesazh shumë trep faktikisht tash po këto, po duhet të fshirë se s'bën fjalë. Ma dërgon dot mesazh forward vetë tash? Okej, tani son mesazhin. Ma dërgon. Okej, hajde.